U vazhdohet paraburgimi 4 të dyshuarve për zjarrin në Trubarev. Gjykata kushtetuese nuk hapi procedurë për rregulloren e KSZ-s. Nuk ka libra për nxënësit, LSDM kërkon tërheqjen e ministres së arsimit. Sindikalistët theksojnë se kompanitë publike të Shkupit janë në gjendje kritike. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Prokuroria po mbledh prova për shkaktarët e zjarrit në deponinë në Trubarev dhe për mënyrën e deponimit të mbeturinave në atë lokacion. Me urdhër të prokurorit publik, lokacioni do të qëndrojë mbyllur edhe në periudhën e vijim, ndërkohë gjykata ja ka vazhduar paraburgimin 4 të dyshuarve për zjarrin në Trubarev. Kryeministri thotë se situata është nën kontroll. Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike Shkup dhe ekipe hetimor nga Ministria e Punëve të Brendshme sot kanë kryer kontroll në vendin e ngjarjes pas zjarrit që ndodhi në Trubarev. Hetimet janë ndërmarrë si për shkaktimin e zjarrit, ashtu edhe për mënyrën e deponimit të mbeturinave në atë lokacion. Është bërë fotografimi dhe incizimi me dron i lokacionit. Për shkak të grumbullimit dhe rrezikshmërisë në vendin e ngjarjes, hetimet në terren janë të vështira. Me urdhër të prokurorit publik, lokacioni do të qëndrojë i siguruar edhe në periudhën në vijim për nevojat e procedurës. Në vendin e ngjarjes do të vazhdojnë matjet shtesë të ndotjes nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe do të përfshihet edhe një ekspert nga fusha e ekologjisë. Nga prokuroria sqarojnë se në vendin e ngjarjes ende është i pranishëm edhe një ekip zjarfikës, pasi në disa pjesë të lokacionit ende ka tymosje të herpashershme dhe ekziston rreziku i reaktivizimit të zjarrit. Ndërkaq, gjykata ka zgjatur paraburgimin për 48 orë të reja 4 të dyshuarve për zjarrin në Trubarev. Bëhet fjalë për një menaxher 56 vjeçar dhe pronari i 2 personave juridik, një menaxhere 22 vjeçare, një udhëheqës e filiali 42 vjeçar dhe një i punësuar 59 vjeçar. Ndërkohë, kryeministri Christian Miskoski theksoi se zjarret në Trubarev dhe vardarisht janë plotësisht nën kontroll. I mora rezultatet nga Instituti i Shëndetit Publik, të gjithë parametrat janë brenda kufive të lejuar. Në Drisla gjithashtu është drejt përfundimit. Sot përfundon mbulimi me dhejtë të një pjesë të vogël që ende nxirrte tym, edhe pse mbi 90% e punës kishte përfunduar që të hënën, situata është nën kontroll. Miskoski gjithashtu komentoi edhe akuzat e opozitës ndaj tij në lidhje me zjarret. Ai tha se opozita bën shpifje sepse sipas tij në këtë mënyrë ata mundon të fitojnë pikë politike dhe mbështetje nga qytetarët. Kujtojmë se zjarri në Trubarev shpërtheu më 13 shtator në objektin e firmës e EFE Grupacioni, e cila merret me mbeturina elektronike. Janë përfshirë edhe 2 objekte në të cilat ka pasur sasi e madhe mbeturinave plastike. Nuk ka të lënduar në zjarr, por për shkak të tymit ka pasur 13 intervenime nga ndihmë e shpejtë. Rregulloria e KQZ-s për mbledhjen e nënshkrimeve për zgjedhjet lokale 2025 nuk do të jetë temë trajtimi në gjykatën kushtetuese. Gjykata arsyetoi se në mungesë të dispozitave ligjore, KQZ ka pasur bazë të plotë për të vepruar dhe rregulloria ka karakter juridik edhe pse është e përkohshme. Iniciativa u dorëzua nga Kongresi Maqedonas Botëror dhe Stefçe Stojanov, të cilët pretendojnë se rregulloria është në kundërshtim me kushtetutën. Gjykata kushtetuese vendosi të mos hap procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë rregullore së KSZ-s për mbledhjen e nënshkrimeve për zgjedhjet lokale 2025. Iniciativa u dorëzua nga Kongresi Maqedonas Botëror dhe Stefçe Stojanov, të cilët pretendojnë se rregulloria është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin, duke akuzuar KSZ-n për tejkalim të kompetencave. Gjykata arsyetoi se në mungesë të dispozitave ligjore KSZ ka pasur bazë të plotë për të vepruar dhe rregulloria ka karakter juridik edhe pse është e përkohshme.
Një ndër argumentet kyçe është se kodeks zgjedhor me zvrastirjen ligjore e krijuar me vendimin ton nuk e rregullon çështjen e kritereve për nënshkrimet e nevojshme, por në kodin zgjedhor vazhdojnë të jenë në fuqi dispozita sipas të cilave nënshkrimet e zgjedhësve në procedurën e kandidimit mblidhen në mënyrën dhe procedurën që rregullon Komisioni Shtetëror me rregullorën e saj. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski në konferencën e mbajtur pas seancës shtoi gjithashtu se në marrjen e këtij vendimi kanë interpretuar edhe mosveprimin e kuvendit. Është e pakontestueshme se me vendimin ton u krijua një zbrastir juridike. Është e drejtë dhe obligimi i ligjvënësit që ta përmbush atë zbrastir, por siç është e drejtë dhe obligim ta përmbush atë zbrastir juridike, është e drejtë e ligjvënësit që nëse vendos që është e leverdishme të mos e përmbushë dhe kjo flet shumë. Kjo është indikacion serioz. Përmbushja ose mos përmbushja e zbrastirës juridike, ndoshta është vendimi i kuvendit, mund të interpretohet se shkon shumë liberal në aspekt e kritereve të pjesëmarrëse së kandidatëve të pavarur në zgjedhjet lokale. Kostadinovski tha se vendimi u mor me shumicë votash, por kishte edhe antar të kushtetueses të cilët e konsiderojnë rregulloren e KSZ-s jo ligjore. Rregulloria e re e KSZ-s paraqet që kandidatët e pavarur të mund të dorëzojnë kandidaturat për zgjedhjet lokale me më së paku 2 nënshkrime. Ajo është propozuar nga antari i KSZ-s Aleksandr Tashtevski duke u thirrur në nenjen 63 të kodit zgjedhor, i cili sipas tij nuk është fuqizuar dhe rregullon procedurën për mbledhjen e nënshkrimeve për propozimet e kandidatëve, ndonëse neni 62 që lidhej me zgjedhjet lokale është fuqizuar nga Gjykata Kushtetuese. BDI vlerëson se Hristian Mickoski është në panik, sipas tyre ai merret me trillime dhe përpiqet të shpik skenar për t'i zgjedhur ai vetë përfaqësuesit e shqiptarëve. Sekretarja për mundësi të barabarta të Bashkimit Demokratik për Integrim, Arta Bilali Zendeli, në konferencën e sotme për mediat, deklaratat e fundit të Hristian Mickoskit i vlerëson se janë dëshmia më e qartë e panikut të tij para 19 tetorit. Sipas saj, kur një lider politik humb gjakftotësinë dhe shpik skenar imagjinar për koalicione që nuk ekzistojnë, kjo do të thotë vetëm një gjë, që ai e di se disfata dhe mosrealizimi i planeve antishqiptare po i trokasin në derë, ndërsa ka shtuar se e vërteta është e thjeshtë dhe se projekti i tij i quajtur Vlend është në rënje të lirë dhe më 19 tetor do të pësojë një debakël të vërtetë. Në vend që të flas për vizion dhe për program, Mickoski mirret me trillime dhe përpiqet të shpik skenar për të zgjedhur ai vetë përfaqësuesit e shqiptarëve. Por qytetarët e dinë mirë, shqiptarët janë të bashkuar për barazi dhe dinjitet, ndërsa vegla e tij politike Bleni po fundoset çdo ditë e më thellë. Me këtë rol vazali, ata po përgatisin terrenin për rikthimin e botës sërbe përmes VMRO-s, por le ta dinë, me vazal nuk ndërtohet as stabilitet e aq më pak ndërtohet shtet. Realiteti sipas saj është se Mickoski e ka kuptuar se BDI nuk eliminohet dot. E fatkeqësisht vijoi më tej duke thënë se në këtë lojë të tij, Vleni ka pranuar të bëhet vegël, madje një vegël e vogël e Mickoskit. Koalicioni Vlen akuzon Bashkimin Demokratik për Integrim se ka marrëveshje me Partinë Levica për zgjedhjet lokale për komunën e Strugës. Skandali më i fundit që po qarkullon në terren dhe në opinion është dëshmi e gjallë se BDI ka humbur çdo lloj orientimi politik. Marrëveshja e errët që është kurdisur mes të dërguarit të Ahmetit, krenar Llogës, kreut të Levicës Dimitar Apasiev, me të përfshirë edhe sekretaren e tij të përgjithshme Jovana Mojsovska, nuk është gjë tjetër veç se një tradhti e rëndë ndaj struganëve, theksojnë nga Vlen. Ata theksojnë se kandidatja e Levicës Mojsovska futet si kandidate surprizë në Strug me mision të mbledh votat e bllokut Maqedonas, Gjoja siç thonë, për të parandaluar fitoren që në rrethin e parë të kandidatit që mbështetet nga Vlen Mendi Qyrës. Ky është një plan i turpshëm i orkestruar nga Lloga dhe BDI që bashkunojnë hapur me forcat politike që e kanë ngritur karrierën e tyre mbi albanafobi. Kjo është prova më e fortë se BDI është e gatshme të shkelë mbi çdo gjë vetëm e vetëm për të mbetur relevant në skenë, për ta pushteti është më i rëndësishëm se dinjiteti i shqiptarëve, pazarët e errëta me albanofobët vlejnë më shumë se se ardhmja struganëve, theksohet në komunikatën e koalicionit Vlen.
LSDM ka kërkuar përgjegjësi nga Ministri e Arsimit Vesna Janevska. Sipas tyre, Janevska duhet të japë ndërheqje pasi i gënjeu nxënësit se do të ketë libra me 1 shtator, ndërsa tani thotë se libra do t'i sigurohen nëpërmjet donacioneve. LSDM kërkon dorëheqjen e ministres së Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, pasi sipas tyre ajo është e paaft dhe i lan nxënësit pa libra. Jovan Manaskov nga LSDM tha se vet Janevska pohonte se më 1 shtator do të ketë libra për të gjithë nxënësit, se nuk do të ketë libra të shkatëruar, por do të zëvendësohen me të rinj, ndërsa realiteti sot është zhgënjyes. Libra nuk ka, ndërsa ata që ekzistojnë janë të grisur dhe të papërdorshëm. Me një gjë umbur Janevska dhe gënjeu, libra nuk ka. Pranimi Janevskës se nuk ka libra, por se do të siguron më vonë përmes donacioneve është skandalos. Po cili është roli i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës? Të lyp donacione apo të sigurojnë me kohë libra për fëmijët? Për çfarë paguhet e Vesna Janevska nga qytetarët? Për të bërë fotografi apo për të siguruar kushte bazë për mësimdhënie? LSDM thekson se nxënësit dhe prindërit nuk mund të jenë viktima të paaftësisë së Janevës. Ata meritojnë një sistem arsimor që funksionon. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi zhvilloi një takim të frytshëm me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Shkup Denion Mejdanin. Gjatë takimit u diskutuan mbi mundësitë për themelimin e bashkëpunimit dy palësh dhe forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Gashi theksoi se rëndësinë e bashkëpunimit ndërparlamentar si një element kyç në rritjen e mirëkuptimit dhe afrimin e institucioneve mes Shkupit dhe Tiranës. Kisha kënaqësinë të zhvilloja një takim të frytshëm me ambasadorin e Shqipërisë Denion Mejdani, ku diskutuan mbi mundësitë për thellimin e bashkëpunimit dhe forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Gjatë këtij takimi e ftova zyrtarisht kryetarin e sapo emëruar të Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi për të realizuar një vizitë zyrtare me qëllim të thellimit të dialogut dhe bashkëpunimit ndërparlamentar, ka thënë Afrim Gashi pas takimit me ambasadorin Mejdani. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në Hoteleri Stojançe Kashikovski është ankuar për gjendjen e kompanive publike të qytetit të Shkupit. Ai bëri të ditur se punëtorët në higjienën komunale Shkup ballafaqohen me mungesën e mjeteve më kryesore të punës, siç janë kamionët për mbledhje dhe bartjen e mbeturinave. Kompanitë publike të qytetit të Shkupit ballafaqohen me mungesë të mjeteve themelore për punë. Prandaj të punësuarit në këto kompani e kanë të vështirë të kryejnë detyrat e tyre të punës. Kështu ka deklaruar kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në Hoteleri, Turizëm, Ekonomi Komunale, Banesore, Zejtarisë dhe Shoqëritë Mbrojtëse të RMV Stojançe Kashikovski. Ai bëri të ditur se punëtorët e ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup ballafaqohen me mungesë të mjeteve më kryesore të punës, siç janë kamionët për mbledhjen dhe bartjen e mbeturinave. Prandaj, siç thot ai, ata së fundmi nuk mund të kryejnë detyrat e tyre publike në mënyrë të rregullt. Të njëjtat probleme theksoi ai i kanë edhe kompanitë e tjera publike. Punëtorët e kompanisë Parqe dhe Gjelbrime nuk kanë mjete pune, atyre ju duhen mjetet e kositjes së barit si kryesore, por nuk i kanë. Higjiena komunale ka mungesë të mjeteve themelore, po ashtu mungojnë kamionët për grumbullimin e mbeturinave. Edhe kompani tjera kanë probleme të tilla, por ne përpiqemi që përmes dialogut me punëtorët ta kalojmë këtë problem. Punëtorët mundohen në maksimum të kryejnë punën e tyre, por nuk kanë kushte pune. Kashikovski tha se shumica e kompanive ballafaqohen edhe me mungesë të punësuarve. Ai theksoi se vetëm për 2 vitet e fundit, nga kompania ujësjellsi dhe kanalizime janë larguar 280 të punësuar për shkak të pagave të ulta. Tek kompania ujësjellsi dhe kanalizime momentalisht mungon kuadri operativ. Për 2 vite e gjysmë, kompanin e kanë braktisur 280 punëtor dhe pjesa dërmuese e tyre e kanë lëshuar vendin e punës për shkak të pagave të ulta. Ato punëtor janë profesionist apo zanatçi në fushën e ujësjellsit, bagerist dhe profesionist të tjerë që lidhen me këtë fushë.
Kashikovski, duke folur për problemet me të cilat ballafaqohen kompanitë publike të vendit, tha se të gjitha kompanitë janë të zhytura në borxhe. Të gjitha kompanitë publike komunale në territorin e qytetit të Shkupit janë në borxhe të mëdha. Ndërmarrja publike ujësjellsi ka shumë borxhe, higjiena komunale, ndërmarrja publike e transportit e të tjerë, theksoi ai. Eksperti Amerikan Paul Williams ka nisur dëshmi në gjykatën speciale në rastin kundër krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi, të cilët akuzohen për krime të pretenduara të luftës. Gjatë dëshmisë së tij në gjykatën speciale, ish këshilltari i delegacionit të Rambujes ka thënë se Hashim Thaçi kishte presion nga komandantët lokal. Ai theksoi se edhe Adem Demaçi po pengonte progresin e bisedimeve që si rezultat Thaçi shkoi të atakonte në Sloveni. Williams po ashtu tha se ka marrë përshtypjen se Thaçi nuk kishte kontroll mbi qëndrimin e tij si kryesues i delegacionit në Rambuje. Williams tha se persona jashtë kështjellës së Rambujes, aty ku zhvillonin negociatat, ja përcaktonin atij qëndrimet. Sipas ish këshilltarit të delegacionit të Kosovës, Thaçi u përgjigjej telefonatave vazhdimisht. Këshilltari ligjor tha se konsultoi edhe me të tjerë, përfshirë një shqiptaro-amerikan me emrin Dino Hasani. Williams është dëshmitari i dytë i mbrojtjes, para tij dëshmoi ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka pritur në takim kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në selinë e NATO-s në Bruksel. Në një deklaratë të përbashkët me kryeministrin Rama, Rutte u shpreh se Shqipëria është një aleate pa lëkundur. Shqipëria do të mbërri 2% të shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshirë edhe përmes ndërmarrjeve të veta shtetërore, që është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më fort industriale në mbar NATO-n, ka thënë Rutte. Ai gjithashtu theksoi se NATO mund të mbështetet tek Shqipëria dhe gjithmonë Shqipëria mund të mbështetet tek NATO. Rama theksoi se duan të bëjnë më shumë dhe shtoi se tashmë po nisin rilindjen e industrisë së mbrojtjes. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano, u shpreh ndër të tjerash Rama. Rama vizitoi Brukselin në kuadër të konferencës së 6 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, që u mbajt më 16 shtator. Ushtria izraelite sulmoi spitalin e fëmijëve Rantisi brenda qytetit të Gazës, në të cilën ndodhen 80 pacient. Një deklaratë të bërë nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës thuhet se ushtria izraelite shënjestroi mbrëm katet e sipërme të spitalit 3 herë brenda pak minutash. Ky krim riafirmon politikën e sistematike të qeverisë pushtuese izraelite për të shënjestruar dhe për të lënë jashtë funksionin sistemi i kujdesit shëndetësor në rripin e Gazës, thuhet në deklaratën ku dënohet sulmi izraelit. Përderisa vazhdojnë sulmet e Izraelit në veri të rripit të Gazës, palestinezët po zhvendosen drejt zonave jugore të enklavës. Tymi dendur u ngrit nga zona pas sulmit të ushtrisë izraelite në Tel Aviv. Në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës, ushtria izraelite ka vrarë pothuajse 65.000 palestinezë në rripin e Gazës, që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Ndryshimi klimatik ka përshkallëzuar temperaturat në mbar Evropën në verën e si vjetme, duke bërë që të ketë 16.500 vdekje më shumë, kanë thënë shkencëtarët e njohur të klimës dhe epidemiologët. Në një studim të ri, ekspertët kanë monitoruar 854 qytete europiane dhe kanë mësuar se ndryshimi klimatik ishte përgjegjës për 68% të 24.400 vdekje të shkaktuara nga vapa këtë verë, duke ngritur temperaturat për 3.6%. Hulumtuesit në Kolegjin Mbretëror të Londrës dhe Shkollën Londineze të Higjienës dhe Mjekësikës Tropikale, të cilën e kanë udhëhequr studimin analitik, kanë paralemruar se kjo është vetëm një shenjë e numrit të vërtetë të vdekjeve të shkaktuara nga ndikimi i ndryshimit klimatik.
Qytetet e studiuara përbëjnë vetëm 30% të popullsisë e Europës, kryeqytetet evropiane me numrin më të lartë të vdekjeve të lidhura me motin ishin Roma, Atina dhe Bukureshti. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.